Përshëndetje, sot po e përgatisim edhe një recetë të baklavës që shkrihet në gojë. Petat ndahen fleta fleta, është e shkreft, bëhet e shishme nëse e përgatesni ashtu siç e kam përgatitur dhe unë. Qëndroni me ne për të kuptuar edhe sekretin e kësaj recete. Fillojmë me përgatitjen e brumit. Fillimisht për ta përgatitur brumin e baklavës na nevojiten 3 vezë. Vezët duhet i leni të qëndrojnë në temperaturë dhome së paku 2 orë. 3 vezë të plota. Vezët janë mesatare. Këtu shtojmë 200 ml vaj edhe një gotë kos, që ka 200 ml. Një lugë të gjellës lëng limoni. Shtojmë edhe një lugë të gjellës me uthull sallate 9%. Vazhdojmë përbërësit i përzim mirë derisa të bashkohen, mandej shtojmë miellin edhe pluhurin e pjekjes. Pasi të shtojmë pak miell, shtojmë pluhurin për pjekje, dykon 12 deri në 10 gram pluhur për pjekje. Vazhdojmë të gjithë përbërësit i përzim mirë me lugë derisa të na formohet brumi. Kështu gradualisht nga pak derisa të formohet brumi i baklavës. Parafërsisht për të përgatitur recetën, mu deshtën 700 gram miell, pra miellin e kam marrë me një matëse digjitale. 700 gram miell, por ju gjithmonë e provoni, brumi nuk duhet të ngjitet për dorë. E pasi ta kemi formuar brumin e leni që të pushoj mirë për më së paku 20 minuta. Pasi brumi ka pushuar mirë për 20 minuta, mund ta leni edhe më gjatë, vazhdojmë edhe e punojmë në tavolinën e punës. Brumin do ta punojmë pak për 1 minutë, sepse bëhet më elastik, pastaj vazhdojmë edhe brumin e ndajmë në pjesë të vogla. Nga ky brum duhet me na dalë 60 kuleç. Pra 60 pjesë të barabarta, nga të cilat formojmë kuleç. Formojmë kuleç sa kukra e arrës. E pastaj kuleçt, si gjithmonë i vendosim në një tepsi të cilën e kemi lyer me vaj. Të gjitha i rendisim kështu afër njëri tjetrit. Pastaj do t'i mbuloj edhe do t'i la me pushu në ambient dhume, sa të doni, gjysore, edhe më shumë në qoftë se brumi nuk ju shkon. Pasi brumi ka pushuar, edhe fillojmë me përgatit edhe me hap petat e baklavës. Këtë recetë të sotit do ta përgatisim kështu, marrim 3 kuleç. Baklavën kena me përgatit me nga 3 kuleç. Hollimi bëhet nga 3 kuleç. Kështu procesi vazhdon deri në përfundim të baklavës. Fillimisht po e tregojmë si përgatitet edhe si hollohet me nga 3 kuleç. Brumi ka lshu mirë edhe shikone sa mirë që shkon. Shtojmë një seshte nëse kemi nevojë, pra atë sa kemi nevojë. Parafërsisht me përgatit këtë recetë të baklavës, dikun ju duhen 450 gram me një shiste. Tash i hapim kështu sa mazia e një pjate, e pastaj vazhdojmë edhe 3 petat që po i hollojmë, i pojmë bashkë. Vazhdojmë tash, shturojmë një shiste, vendojmë petën e dytë, shturojmë një shiste dhe të tretën. Mbi të tretën nuk hedhim një shiste, sepse kështu më lehtë na shkon edhe çelet brumi. Do e hollojmë kështu, her nga njëra anë, her nga ana tjetër, sepse kështu peta na rritet njëjtë në të gjitha anët. Shikoni se sa lehtë shkon brumi. Nëse brumi nuk ju shkon mirë, lëreni brumin që të pushoj edhe pak minuta. Po kur keni ndihmë në përgatitjen e baklavës, ju garantoj që shumë shpejt do e gatuani këtë recetë. Unë fillimisht po vazhdoj, po e hapim këto 3 peta për një herë, mandej pasi që t'i hapim në një petë të madhe, do të vazhdoj kështu derisa të arrij gjysmën e petave, do me thonë 30 peta ose 30 kuleçët e parë.
Pasi e kemi qelë kështu, marrim tepsien e kam lyer me pak gjalp ose mund ta lyeni me margarinë, edhe tash e shtrojmë petën e parë. Pasi kemi shtruar petat, vazhdojmë në të njëjtën mënyrë përgatisim të gjitha kuleçt. Pra duke i marrë nga 3 kuleç. Mund ta shikoni edhe këtu në video se si e kam përgatitur recetën, pra po e shikoni dhe po e demonstrojmë për ta parë edhe të tjerët e sidomos për fillestar, që ta kem pak më të lehtë. Dhe shikone tash kështu vazhdojmë, rrisim 3 petat ose 3 kuleçet në një petë të madhe. Ju mund ta lëni edhe sa ju shkon brume, nëse nuk ju shkon shumë, e qelni atë sa ju shkon brume. Vazhdojmë e vendosim në tepsi dhe kështu derisa të arrijmë gjysmën e petave. Pasi të përfundojmë me 30 petat ose 30 kuleç të parë, shtojmë mbushim pra baklavën me arra. Mund të shtojmë edhe lajthia nëse doni, por mund të shtoni edhe arra. 200 deri në 300 gram arra mjaftojnë për të përgatitur këtë recetë. Harrova të them se tepsia në të cilën jam duke e përgatitur baklavën është rreth 40 cm ose 42 aty këtu. Do me thonë 40 cm. Deri në 42 cm ky brum ju mjafton edhe shkon për një tepsi deri në 42 cm. Pasi kena përfundu edhe i kemi shtruar edhe 30 petat e tjera, largojmë skajen, pra 30 pjesës poshtë, 30 pjesës mbi, duke i holluar nga 3 nga 3. Largojmë skajet e baklavës dhe tash vazhdojmë edhe baklavën e ndajmë në mënyrë tradicionale, ashtu siç jemi mësuar edhe siç e kemi ndarë çdo herë në këtë mënyrë. Besoj që shumica veç ma e dim si bëhet edhe prerja e baklavës në formë ylle. Mund ta shikojmë videon, do me thonë do të demonstrojmë vetëm se një pjesë se si prehet kështu, pastaj pjesët e tjera ju veç ma i dini si duhet. Është një teknikë e thjeshtë, e lehtë për të ndarë baklavën, edhe kulaqët e baklavës na bëhen kështu të mirë në pamje. E në anën tjetër, pra duhet me përgatit edhe gjalpin ose margarinën për të lyer baklavën. Për këtë recetë ju nevojiten 400 gram gjalp ose margarin, e shkrini edhe e leni pak me uftof. Ja largoni shkumën mbi, e pastaj vazhdojmë edhe e hedhim tek baklava. Gjithmonë ashtu siç na kanë mësuar nëna tona edhe gjyshet tona. Gjithmonë pra yndyra ose gjalpi duhet të shtohet në skajet e baklavës. Kështu gjithmonë thoshte gjyshja ime, sepse kështu i shkon më mirë yndyra baklavës. Pra në këtë mënyrë e shtojmë pra gjalpin. Mund të përgatisni recetën edhe me margarin. 400 gram e shkrini gjalp ose margarin. Pastaj pjesën tjetër e shtoni kështu mbi, duke e lyer mbi baklavën mirë. Pasi e kemi gati, vazhdojmë edhe e shtim në furrë për ta pjekur. Baklavën e pjekim në temperaturë 200 gradë për 15 minuta, pastaj e zvogloj në 100 gradë dhe laqet e piqet për 4 orë e gjys në 100 gradë. Derisa baklava të pjeket mirë, skajet të largohen nga tepsia. Ju do ta kontrolloni, pas 4 orë e gjysve është pjekur mirë baklava ose jo. Do t'o la që të ftohet e pastaj do të vazhdoj me shërbetin. Dhe për të përgatitur shërbetin e baklavës do të përdorim sheqer. Këtu kemi 2 pako nga 900 gram sheqer. Mirë po, për të përgatitur recetën, na nevojiten 2 pako me nga 800 gram, prandaj edhe siç po e shikoni po ndaj anash nga 100 gram sheqer.
Edhe nga paku tjetër do të ndajmë 100 gram anash, sepse nuk na nevojiten. E pjesën tjetër po i hedhim në tenxhere. Do me thonë, totali është 1 kg e 600 gram sheqer ose 2 pako me nga 800 gram sheqer. Këtu do të shtojmë ujë, pra 1 litër me ujë. Ujin gjithmonë do ta bleni kur e përgatitni shërbetin e baklavës, sepse ndihmon që edhe shërbeti mos të kristalizohet. Shtojmë 1 deri në 2 feta limoni. Vazhdojmë edhe përzim derisa të filloj që shërbeti të vloj. Në ndërkohë baklavën e ftohur e kam shti në furrë dhe e kam lanë në temperaturë 100 gradë që të nxehet, pra të ngrohet derisa ta kemi gati shërbetin. Në 100 gradë do ta leni që baklava të ngrohet. Kur shërbeti fillon me vlu, pra kështu, ne do ta llogarisim kohën 25 minuta. Pas 25 minutave duke vluar në temperaturë mesatare, kështu e largojmë e pastaj do të shohim se çfarë do t'i shtojmë. Gjithmonë pas 25 minutave me njëherë tek shërbeti shtojmë 1 gotë të çajit me ujë të ftohtë. Vazhdojmë e përzim mirë edhe do ta lë shërbetin që të ftohet 10 deri në 15 minuta. E pastaj e largojmë baklavën nga furra, e shtojmë shërbetin e vakët. Pra shërbeti i vakët, baklava është gjithashtu e vakët ose e ngrohur pak, edhe shtojmë shërbetin kështu. Mirë po, për shkak që kemi përgatitur shërbet pak më shumë, pra nuk e kam zvogluar sasinë e shërbetit sepse ky shërbet gjithmonë pra del fiks ashtu siç duhet, prandaj edhe nuk do ja shtoj baklavës të tërin, pra do ta lë anësh pak shërbet. Siç e pat edhe pak më herët që e tregova tenxherën. Do ta leni baklavën që ta pi shërbetin mirë, ngadal. Së paku 1 ditë para festës mundeni me e përvlu. Kjo ishte edhe receta e baklavës për këtë festë. Mirëmbëçi deri në recetën tjetër të radhës.